Amerika e llojit heshtje ka ndezur debat qiellor mes sheikëve të fshatit ton. Qiellzat e politikës ku mbështetet gjua e fushatës elektorale të zgjedhjeve të 11 majit është mbushur me puçra dhe dy liderët kryesor Rama dhe Berisha lëshojnë broçkulla të lloj-llojshme dhe shpjegojnë ëndrat e veta. Babloku betohet në kokë të Oltaxhaçkës se treni i Evropës është i ngrohtë dhe nuk ka asnjë faj se Amerika u fton tajare apo pse gjykata urdhëron Spakun që Olta të merret në akuzë penale. As i thyet humori me luli në rrjetet sociale, as bën bilancat e sukseseve të qeverisë e as gjen stre ku të mbroj pasuritë. Paçadër amerikane këtë herë, breshëri i pyetjeve dhe fortuna e përgjigjeve në emisionin Sy më Sy, lëshojnë rrufe mbi ata që kërkojnë pak diell drejtësie. Babloku Sy më Sy po i qerron syt fshatarëve që të mos shohin si po bien njëri pas tjetrit hajdutët e pushtetit. Me po kaq zell edhe Berisha po frymëzon ata që rrinë në fund të pretendimeve se kush voton njëshin është njësh. Të dy premtojnë në mod të mirë dhe shojnë ëndra të lloj-llojshme se ngricat perëndimore nuk mund t'i dëmtojnë pemët e pranverës e fruta do të ketë me bollok. Ca mollë dhe dardh vërtet i kanë ngrënë grabitçarët pas kurrizit Bablokut. Por kot nuk e kemi atë shprehjen, molla do të bëhen me bollok se i do Arusha. Dy arinjt numërojnë edhe hyjet në qiellin e investimit amerikan mbi reformat në drejtësi, për fat të keq të tyre, shtuar për të heshtje sonore dhe ironisë fisnore. Fisi i sheikëve po shullehet në shpatjen e akuzës, atje ku ende piqen ca fruta, që të mos ngatrohet oreksi për ajdutëri me urinë për drejtësi apo edhe nxitimin me durimin, bashkë në pikën ku takohen tregjet e pasurive të taksave, të atyre që deri më sot shikonin me sy gjithçka e nuk preknin me duar që u dridheshin si gjete fiku asgjë, e ta shtrojmë muhabetin dyst, fshat që dua të them. Ka rënë heshtje oazeve të skandaleve të fortëve, skafandrave të spakistëve, deklaratave të diplomatëve, por ama ka plasur potere gjithandej, nga Kina, Serbia, Rusia, vendet arabe, prandaj edhe s'kemi pse ta bitemi që dy arinjt akoma kanë tagër të bëjnë tellallin dhe të firmosin fatura me buzëqeshje të sforcuar dhe në nënshkrim të paguar, mbi gjithçka kontrollojnë brenda tempullit të marrëveshjeve të veshura me mister. Të dy janë plakur, të dy kanë hapur rubinete trumpall të propagandës anti-amerikane, duke lëshuar broçkulla mbi të vetët. Në kohën e Nocorrokut nuk ka vlerë fjala e TikTokut, por shkelja e syrit në emisionet Sy më Sy, të këtij që kërkon mandatin e katërt, krah për krah atij që synon rikthimin e tretë, me moton kush voton njëshin, është njësh. Sfidat mes dy arinjve, por edhe ato mes Amerikës dhe Evropës, në tregun e interesave që janë në ofertë, merr cilën të keqe të duash. Kolibet nuk kanë mall tjetër përveç dy ekstremeve, të Saliut që nuk kalon oqeanin, por ca e duan si dielli në dimër, dhe të Bablokut që tellallis amerikanët janë ftohur në tajare, por nuk është faji i tij.